Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Tanava, ka përcjellur sot delegacionin e lartë të Mbretërisë së Arabisë Saudite, të udhëhequr nga ministri për çështje fetare Abdulatif bin Abdul Aziz Al Sheikh. Në këtë vizitë zyrtare në Kosovë, ministri për çështje fetare nga Mbretëria e Arabisë Saudite u largua me një përshtypje të jetë mirë me përkushtimin dhe angazhimin e Bashkisë Islame të Kosovës në përhapjen e islamit mesatar dhe të moderuar, si edhe në luftën ndaj çdo ekstremizmi dhe radikalizmi. Ministri Abdulatif bin Abdul Aziz Al Sheikh, që nga e mërkura qëndroi në Kosovë, me që rast vizitoi Bashkinë Islame të Kosovës, medresen Alaudin dhe xhaminë e madhe në Prishtinë, së bashku me kryetarin e Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Tanava, nënshkruan një memorandum bashkëpunimi për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Pjesë të jetë e rëndësishme e qëndrimit të ministrit nga Mbretëria e Arabisë Saudite në Kosovë ishte edhe takimi me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin. Ai nga ky takim u shpreh të jetë i lumtur me përkushtimin e udhëheqësve kosovar ndaj qytetarëve të vendit, në ndërkohë që Mbretëria e Arabisë Saudite u falenderua jashtëzakonisht shumë për kontributin që ka dhënë për Kosovën dhe që po vazhdon ta bëjë edhe më tutje.